ndodh tashmë në Zvërnec, ku kryeministri shqiptar Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social X ka reaguar sërish lidhur me projektin dhe protestën për Zvërnecin. Rama ka theksuar se nuk ka ende një projekt gati, pasi po punohet për të në 5 studiot. Ai theksoi ndërkaq se kur projekti të jetë gati, do ta paraqesin publikisht. Por nga ana tjetër ai shtoi se projekti përfaqëson një investim historik, pra prej 4 miliardë euro. Dhe Rama ndër tjera ka shkruar se vërtet vonon, por nuk harron dhe gënjeshtrat kanë filluar tashmë të pengohen në këmbët e tyre të shkurtra. Kam të ftuar ditën e sotme për të folur pikërisht për atë çka po ndodh tashmë në Zvërnet, zotin Osman Stafa. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Ju përshëndes juve edhe teleshikuesit tuaj. Ju falenderoj shumë. Zoti Stafa, atëherë për ta nisur fillimisht danis me pamjet e publikuara, të cilat ashtu si e dim dhe kemi parë kanë shkaktuar tronditje të forta në opinionin publik, pasi tregojnë qytetarët të cilët përplasen fizikisht me punonjës privat, ndërsa forcat shtetërore ndodhen sigurisht në vendngjarje. Ju fillimisht vetë, zoti Stafa, si e keni parë të gjitha ato çka po ndodh tashmë në Zvërnet? Si e komentoni? Atëherë, në këtë bashkëbisedim unë kam dëshirë të jem shumë i qartë dhe i drejtë për drejtë. Patjetër. Sepse për hir të vërtetës, qartësia dhe e drejta duke komunikuar me opinionin na ka çuar në këtë lloj situate ku ndodhemi për momentin. Kam parë pamjet se si janë trajtuar protestuesit nga policia private. Unë nuk duhet të shkoj për momentin tek pamjet që kemi parë në video, që janë të pafalshme për një shtet ligjor, por duhet të shkoj tek arsyet pse arritëm në këtë lloj pike, sepse ne po zgjidhem arsyet pse arritëm në këtë lloj pike, ne do të jemi të vështirë në gjykimin ton, edhe në këtë lloj bashkëbisedimi. Raman, po ta shikojmë Raman në kohezionin e tij si kryeministër i shqiptarëve nga 2013 deri më sot, gjithçka e vesh me mister. E vesh me mister, sepse për të fshehur ndoshta qëllimet e tij jo të sinqerta përballë shqiptarëve, edhe përballë bazës ligjore. Mu më duket ajo lloj ngjarje sikur është e organizuar, edhe jo pak herë në fjalë kur e kam analizuar arsyen pse ndodhi ajo lloj përplasje në Zvërnec, më ngjan me diçka që një politikan i famshëm anglez ka thënë që në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastishme. U prodhua një dhunë e paprecedent nga forcat e sigurisë dhe ndodhi pastaj një reagim i shoqërisë. Unë do të kisha dëshirë mi fjalë të ndajmë në pjesë këto lloj elementesh për të qenë më të qartë, dhe më të drejtë për drejtë. E para mi fjalë unë habitem dhe i drejtohem drejt për drejt kryeministrit, pushtetit vendor të Vlorës, si ka mundësi kur një projekt akoma i pamiratuar, pra ku është pjesë e një studimi, sipas deklarimeve të kryeministrit, të rrethohet me tela me gjemba. A mos ishte kjo një arsye për të tërhequr vëmendjen e banorëve për të prodhuar një incident të tillë? Sepse për hir të vërtetës ka diçka në opinionin publik shqiptar nga dhjetori, janari dhe deri më sot vlojnë ngjarje të jashtëzakonshme të korrupsionit. Dhe për të tërhequr vëmendjen nga korrupsioni, sepse pjesë e këtyre dosjeve nuk është më Belinda, ka kaluar përtej Belindës. Dhe po të shikosh të 10 ditët e fundit, nuk po diskuton më kush as për Belindën, as për Akshin, as për Akshin e ri që Rama po fantazon, por është përqendruar tërë vëmendja tek Zvërneci. Pra, u rrethua me tele me gjemba, u stis një foto me një flamur të Izraelit, që nuk ishte e vërtet, paktën nga informacionin që kam dhe nga vëzhgimi i kujdesshëm që i kam bërë, pra do të thotë që këtu po luhet. Dhe i rikthejmë përsëri asaj që thash që në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastësishme. Dhe siç duket ky lloj incidenti, ky lloj dhune e paprecedent, ishte e organizuar me shumë kujdes për të prodhuar këtë reagim qytetar. Dhe ja ku jemi sot përballë një fakti, ku shqiptarët po reagojnë fuqishëm sipas medjave kundra një investimi të tillë. Ne duhet të jemi të qartë. Shqiptarët apo qytetarët shqiptarë nuk po reagojnë kundra investimit. Dhe unë që po bashkëbisedoj me ju, unë jam pro investimit, çdo investim që vjen në Shqipëri, unë jam pro këtij investimi. Unë jam kundra asaj mistikes, asaj misteret në cilin e vesh Rama me çdo kusht. Dhe protesta e këtyre 2 ditëve,
unë gjej rastin t'i përshëndes të rinj shqiptar që po reagojnë, më ngjanë me një dinamik dhe një organizim të tillë si protestat kimike. Dhe unë për hir të vërtetës nuk jam i shqetësuar për protestën. Unë jam i shqetësuar çfarë po ndodh dhe kush është qëllimi real i atyre që janë në prapasken që po organizojnë protestën. Dhe kam frikë. Kush e ka organizuar protestën sipas jush, zoti Stafa? Ti marrim me radhë gjërat, sepse unë kam qenë pjesë e protestës, dhe mbërëm kam qenë pjesë e protestës, dhe fëmijët e mi kanë qenë pjesë e protestës. Për një arsye, sepse pjesëmarrja ka qenë produkt i dhunës u ushtruar nga pushteti. Tash i parë me ardhë se kush po organizon, unë kam dëshirë mi fjalë të rikthejmë përsëri ngjarjeve të ndodhura në Zvërnec. Unë bën një pyetje shumë të thjeshtë. Kur vendos ai gardh? Sepse aty ishte bën një investim që për hir të vërtetës ai rrethim nuk është bërë natën, ajo është bërë mes ditës, në kujdesin e policisë dhe të pushtetit vendor. Dhe si ka mundësi mi fjalë që policia dhe pushteti vendor nuk pasin patur informacion dhe dieni, sepse policia dhe pushteti vendor sot kanë informacion për një ndrim çatije, i thyet komshiut një tjegull dhe policia merr vesh që komshiu po riparon tjegullin. Dhe policia Vlorës dhe pushteti vendor nuk paskin patur informacion se çfarë po ndodh aty, ata i kanë lënë në mënyrë të qëllimshme për të ndodhur një reagim i tillë, për të hyrë ai banori me një pasaportë greke dhe për t'i dhënë ngjyra. Dhe na del kryeministri dhe fillon edhe na këndon si bilbil, duke i dhënë protestës, duke i dhënë ngjyra që po te kalon jo për muslimanët, jo mediat greke. Kryeministri është kryeministri shqiptarëve. Është përgjegjësi drejt për drejt e tij se çfarë ndodh. Nëse ka sukses, i shtrëngojmë dorën, nëse ka dështime të mbaj përgjegjësi. Por mënyra e veshjes me mister të gjithçkaje tregon me fjalë që qëllimet e tij nuk janë të sinqerta. Dhe unë me çfarë po shoh sot, duke analizuar me kujdes çdo element të protestës edhe kërkesat e protestës, unë kam frikë dhe jam i bindur që vetë zoti Rama nuk e don këtë lloj projekti, por i vën përballë disa, sepse ka diçka. Të vinë në Shqipëri 4 miliard euro është një risi për ekonominë dhe për tregun për industrinë e turizmit në Shqipëri. Unë pas të jem kryetari i Partisë Demokratike, unë jam qytetar i këtij vendi. Unë pas të jem kryetari i Partisë Demokratike, unë e deklaroj publikisht me fjalë që unë dua më shumë Shqipërinë se sa partinë, sepse pa Shqipëri s'ka parti. Unë jam i qartë tek vendimet dhe qëndrimet e mi. Unë jam qytetar i këtij vendi dhe unë e dua Shqipërinë. Një nga arsyet që s'jam larguar nga Shqipëria është sepse unë e dua Durrësin si qytetin tim, por dhe Shqipërinë. Dhe unë prandaj them fjalë që kjo veshja me mister e gjithçkaje duket sikur është e organizuar. Deri tani Rama për hir të vërtetës ja ka arritur qëllimin sepse 10 ditë shqiptarët dhe po të shohësh rrjetet sociale, askush nuk merret as me Akshin, as me Ballukun, as me portin e Durrësit dhe me gjithçka tjetër. Askush nuk merret në fjalë sepse çfarë ndodhi në juglinin e Shqipërisë para 3 muajsh kur u shembën të gjitha investim. Çfarë ndodhi tek Unaza Burrelit etj. Për të gjithë jemi përqendruar Zvërneci dhe protesta. Tash i vim tek elementet kryesorë e kësaj proteste. Dhe kush ose çfarë mund të ndodhë? Më fal. Pra, unë kam marrë pjesë në protestë për të analizuar çfarë po ndodh, kush është qëllimi i kësaj proteste. Reagimi i rinisë më ka dhënë një shpresë. Reagimi i rinisë. Por unë duhet të jem shumë i kujdesshëm sepse kam frikë se kjo protestë po do të manipulohet, po nga pushteti, duke i dhënë ngjyra, sepse po të shikosh sot rrjetet sociale apo mediat kryesore, ja po na nxjerrin gjë sikur po na vjen dhe autobus nga Greqia. Unë kam qenë atë protestë. Aty s'ka pjesëmarrës nga Greqia. Edhe po me anë, qofse janë shqiptar, mund të jenë shqiptar që lidhen me pronat, sepse vjedhja e pronës në Shqipëri nuk ka ndodhur, si them, me incidentin e Zvërnecit. Kjo ka qenë 2013-ën. Arsyet me fjalë sepse jo pak herë ne bashkë kemi diskutuar çfarë më shqetëson mua përballë kësaj shoqërie. Dhe unë jo pak herë kam thënë me fjalë që kësaj shoqërie ka vdekur nervi i reagimit. Ne reagojmë për një gol të anulluar dhe nuk reagojmë kur goditet me ligj familja shqiptare. Kjo është një problem i madh i shoqërisë shqiptare. Dhe mënyra se si e ka menaxhuar pushtetin e Rama dhe mënyra se si mi fjalë çdo institucion i tij e ka kapur shoqërinë shqiptare duke e varfruar
edhe mbi 40, apo sot shifrat e varfërisë kanë kaluar nivelin mbi 40%, 50%. Pra kjo tregon me fjalë që pushteti në mënyrë kapilare ka kapur çdo qelizë të shoqërisë. Dhe ndaj jemi në këtë lloj pike. Dhe reagimi kësaj i këtyre të rinjve, unë i them të rinjve, më jep një shpresë, por kam frikë sepse nëpërmjet medias, forcës së pushtetit dhe blerjes së individëve, ajo protest do ta devijojë qëllimin e saj, sepse po të analizosh me kujdes, akoma protesta nuk e kanë nxjerrë kush është qëllimi kryesor i protestës. Sepse duke qenë pjesë e protestës, pra dje nuk ishte në mënyrë të përsëritur, por partije, Rama në burg, Berisha në burg. Por unë jam plotësisht dakord që të veproj ligji, më dëgjoni me kujdes. Edhe si kryetari i Partisë Demokratike, kush ka shkelur ligjin nga Partia Demokratike, duhet të ndëshkohet përballë ligjit. Por ka një të vërtet, ka 14 që opozita nuk është në pushtet. Opozitën mund të akuzosh për pa aftësinë e saj. Dhe këtu duhet jemi të kujdesshëm sepse dimi fjalë se çfarë dhune është ushtruar nga 14 ndaj opozitës, por sot ky bashkëbisedim është për situatën aktuale, për Zvërnecin dhe për protestën. Dhe unë shikoj që kjo protestë, pra pavarësisht nga pjesëmarrja masive, jep një shpresë. Dhe ka dhe diçka tjetër, po të analizojmë elementet. Rinia për hir të vërtetës duhet të ketë kurajon të përballet. Unë do të kisha dëshirë dhe sinqerisht po them fjalë që kjo protestë të rriste kërkesat e saj. U kënaqja mbrëm sepse Rama jep dorëheqjen. Do thotë që shoqëria shqiptare po artikulon që problemi kryesor sot çfarë po ndodh është sepse kryeministri në mungesë të transparencës po e vesh gjithçka me mistike, me mister, çdo gjithçka. Unë e kuptoj etjen e tij. Nuk kam dëshirë të them për një sharlatani. Sepse jo pak herë e vesh vetën me një kostum të tillë. Po unë shoh një fjalë që për gjithçka që mund të ketë efekt në ekonomi, sepse duhet jemi edhe të qartë, një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri do të ketë impaktin e tij në industrinë e turizmit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Dhe unë jam i bindur që një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri nuk duhet trokitet nga klasa politike greke, as nga industria e biznesit, nga industria e turizmit në Greqi. Andaj unë themi fjalë që unë kam frikë se Rama nëpërmjet kësaj sjellje, nga mënyra se si po e menaxhon dhe reagimin e qytetarëve, kam frikë se është kundër këtij investimi. Nuk mjaftohet sepse ku ishte policia që ndodhi ajo dhunë dhe hiqet drejtori i policisë. Si ka mundësi me fjalë që gjithmonë pas ngjarjeve ne kapim gjejmë viktimën. Nuk ka kuptim kjo punë. Është të bëhet gjithaj rrethim me tela, me gjemba. Kur ndodhi, si ndodhi? Mos e sollën ufot. Pra, ndaj dhe ai i jep shumë mister gjërave. Pak herë ne kemi diskutuar për portin e Durrësit. Bashkë kemi diskutuar kur kanë thënë me fjalë që pra kemi qenë të parë që kemi ndocuar që ka filluar fundosja e ndërtimit. Çfarë tregon kjo? Mënyra se si nxiton gjërat, se si i bën gjërat. Jo pak herë unë krijoj një ide sikur pra ky ka sjell një grup hajdutësh edhe po vjedhin prova publike. Kur në fakt kështu po na ndodh, sepse ai vesh gjithçka me një tip misteri dhe pastaj shoqëria reagon. Por problemi është që ne duhet kjo klasë e shoqërisë, apo ky grup moshat, sidomos rinia, duhet të mësohet në qoftë se një shoqëri nuk ka aftësinë ta edukojë klasën politike, ajo shoqëri do vinë një moment, do të jetë thjesht një kavje që do e përdor politika. Unë uroj që kjo protestë të mos të shkojë në këtë lloj misioni, për të përdorur nga politika, për të tërhequr vëmendjen për hir të vërtetës nga skandalet e jashtëzakonshme. Aty ka dhe një të vërtetë. Pra unë shoh një zemërim qytetar, dhe ky zemërim qytetar është për klasën politike, për establishmentin 35 vjeçar, 36 vjeçar, është mëse normale. Edhe unë uroj që mi fjalë ajo rini ta shkund, se sa e pjekur do të jetë rinia për të marrë përsipër fatet e shqiptarëve, unë jam pak skeptik. Qartë. Zustaf Agana tjetër, pamjet nga tereni kanë krijuar dhe perceptimin se kontrolli i situatës nuk kishte në duart e institucioneve publike, ashtu si e thamë edhe në fillim. Në këtë rast, zoti Stafa, kush duhet kishte më shumë pushtet në teren? Duhet ishte shteti apo kompanitë private të cilat vepruan në atë mënyrë duke tërhequr një nga protestuesit zvarr?
unë e rikthejem përsërimi fjalë arsyes pse pra ajo që ka ndodhur ka qenë një skenar për të ndodhur. Sepse unë përsëri drejt për drejt po i them juve. Si mund të dot një fjalë një rrethim në përmasa të tilla të jetë jashtë vëmendjes së policisë? Unë jo pak herë kam denoncuar policinë e shtetit në Durrës, kur kam qenë pra nga vitet të 2014-2016 dhe këto ditë kam denoncuar, sepse policia ndërhyn për një garazh apo për një ndrim çatije që bën një qytetar. Pushteti vendor ka informacion. Po si ka mundësi ky pushtet vendor në Vlorë edhe ajo instrumentet e shtetit, agjencitë shtetërore që funksionojnë aty të mos kenë informacion? Pse duhet ta ngarkoj unë shoqërinë private? Nuk ka lidhje fare. Po unë për bëj një pyetje, kush e lejoi ngritjen e gardhit? Kush e lejoi rrethimin? A kishte leje për këtë rrethim? Kush e dha lejen? Mbi çdo dokument u dha leja. Kush ishin institucionet që meratuan këtë leje? Shoqëria që ndërtoi këtë leje. A e kuptoni fjalë? Pra këtu ka shumë gjëra enigmë, që këto kanë frikë ti bëjnë publike. A di pse? Sepse kanë tentuar me çdo kusht, pra i rikthehem edhe një herë. Në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastësishme. U donte një incident për të ngacmuar nervin e rinisë. Incident më të stisur se ajo tërheqja zvarr. Sepse unë bëj një pyetje tjetër ty. Më jep një arsye, pra, kush më thot më kush është një psikolog që të japi një arsye pse u tërhoq ai djalosh? Edhe në qoftë se kishte shkelur ligjet e sigurisë lartë. Sepse nëse ai spaj nuk hyn në një institucion sigurisë lartë, nuk hyn ke thestari i shtetit, as ke Banka e Shqipërisë. Ai hyri tek një tokë që deri më sot që flasin është tokë publike, e rrethuar në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe unë po them, kush e dha lejen që u rrethuaj ato tokë? Kush e meratoi? Kush ishin sepse aty kanë qenë forcat e policisë e kanë siguruar në rujtje që mos kishte probleme gjatë ndërtimit të atij gardi. Dhe sot policia na hiqet si kura viktim, del ministri. Si ka mundësi mi fjalë që ministër thot mi fjalë që morë masën hoqëm drejtorin e policisë dhe ju hoqëm licenca dy shoqërive? Por pse erdhi kjo problem? Pse erdhi kjo? Pse arritën në këtë pikë ne? Kush e lejoi? Pra këtu ka diçka mi fjalë një skenar për të prodhuar një ngjarje, për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe unë jam i bindur në këtë lloj skenari Edi Rama do të tentojë të vrasë dy zogj me një gur. Por unë jam i bindur, siç jam i bindur që nuk do të vras atë një zog, por ka vrarë vetën. As vëmendjen nga Balluku nuk do të tërheq dot, as nga Spaku nuk do të tërheq dot, as nga skandali i portit të Durrësit nuk do të tërheq dot, dhe ai investim prej 4 miliardësh euro do të vinë në Shqipëri. Rama, unë jam i bindur, i ndodhur përballë këtij kurthi të cilin ai e ka ndërtuar për të mbajtur sa më gjatë pushtetin e tij, sepse natën, pra ditën puthet me Trumpin dhe natën flen me Sorosin. Nuk shkon kjo lloj politike më, është e vështirë, nuk ndodh më. Natën pra darkon me Vučićin dhe të nesërmën rrin pra i ulet kom kryq me kancelarin gjerman. Nuk mundesh dot, duhet t'jesh i qartë. Me Vučićin kapet në qafë dhe me Kurtin dëgjuar me gur. Unë nuk duhet hyj kush janë gabimet të Kurtit dhe të Ramës në këtë lloj situate. Por këto janë fakte dhe shqiptarët janë lodhur nga ky lloj makiazhi që bën Rama. Dhe vjen një moment një fjalë që ai makiazh do dalë jashtë kontrollit, sepse i ra shi dhe kur vjen shi është lyer aq shumë sa që sot nuk mban më makiazh. Pra fytyra Ramës nuk mban më makiazh. Dhe kjo është një skenar për të tërhequr vëmendjen nga skandalet për hir të vërtetës që sot i kanë plasur qeverisë shqiptare. Nuk i kontrollon dot më ujërat e pushtetit sepse i kanë shpërthyer kudo. Nga një nën punës më i thjeshtë deri në nivelin më të lartë siç është kryeministri. Dhe unë jam i bindur që Rama nuk do t'ja dalë dot as të tërheqë vëmendjen e Spakut nga Balluku, Akshi dhe korrupsioni tjetër, dhe në mënyrë kaduri nuk mund ta frenojë dot atë lloj investimi. Kështu që i takon qeverisë shqiptare të bëj publike gjithçka. Sepse unë të bëj një pyetje ty dhe për opinionin do t'jap sqarim. Si mundet mi fjalë që gjithmonë ky zotëria pasi ndodh incidenti na del dhe na flet me të gjuhën, herë si mëkatar, herë si i penduar, herë si lypës dhe herë si hajdut, herë si arrogant, herë si kryeministër dhe herë si xhandar. Kjo nuk është gjuhë kryeministri. Kjo nuk është gjuhë e bazuar në ligj.
Dhe një nga arsyet që ne jemi në këtë lloj situate, ku shqiptarët vrapojnë për të ikur, jo për të kthyer, dhe kjo është arsyeja mënyrë si është sjell me shoqërinë shqiptare. Sepse një kryeminist ka përgjegjësi sepse është larguar mbi 60% e rinisë sot. Nëse para disa muajsh kam patur një informacion që ka qenë rreth 44-48%. Unë them sot e ka kaluar shifrën 56-58% largimi i rinisë. Dhe kjo është një krim që i bëhet së shoqërisë shqiptare. E kuptoni se ku kemi arrit? Dhe kjo është një skenar. Pse nuk është reaguar po njësoj, zoti Stafa, edhe për atë që ka ndodhi në Rjoll? Pse s'është reaguar një lloj? Atëherë, pra, ta thash një fjalë, sepse kjo është një skenar i Ramës. Unë shikoj një skenar që këto investimet mos të realizohen. Unë shikoj një skenar që të përdoren incidente për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga skandalet qeveritare. Sepse shumë shpejt do të kemi informacione, do dalin skandalet të tjera që do jenë të frikshme për shqiptarët. Unë, pra, kjo është arsyeja, sepse Rjolli ishte më i veçuar si ngjarje për hir vërtetës, pavarësisht nga dhuna ekstreme e përdor. Pastaj ka dhe një gjë tjetër. Ne e di mirë me fjalë që Rama Shkodrën kurse ka dashuruar. Vlorën e dashuron për ta vjedhur. Dhe këto, pra, ne do të jemi të qartë. Dhe po të shikosh me fjalë ku prodhohet më shumë ngjarja. Dhe tash me fjalë vrapon për t'i dhënë gjyrat sikur protesta po financohet nga shërbimet e huaja. Unë po ju them një gjë, ju edhe çdo shqiptari, sepse kryeministri di shumë mirë, sepse është kryeminist dhe ka informacion qoftë nga shërbimet e inteligjencës, po qoftë edhe nga shërbimet e brendshme, dhe nga eksperjenca që ka, sepse nuk është njëri tashmë pa eksperiencë. Ajo është rritur me 2 këmbë në blok. Ai pra ka 35 vjet që është në pushtet dhe e di mirë. Çdo shërbim i huaj do të tentojë me çdo kusht për të sjellë destabilitet. Sidomos në një situatë të tillë gjeopolitike që është sot bota, Europa dhe Ballkani. Dhe normalisht që agjencitë e huaja do të tentojnë për të tërhequr vëmendjen. Dhe është më së normale, aftësia e një pushtetari kush është? Të menaxhoj pushtetin brenda kuadrit ligjor. Ti parandaloj këtë lloj ndërhyrje të agjencive të shërbimeve të huaja. Kjo është detyrë e kryeministrit. Nuk është detyrë e kryeministrit të sot vesh atletë dhe nesër vesh brekushë, më falni për shprehjen. Për të tërhequr vëmendjen nga veshja. Është etika, është sjellja, është mënyrë se si menaxhon ligjin, mënyrë se si menaxhon punët publike, mënyrë se si menaxhon pushtetin. Kjo është aftësia e një kryeministri. Mënyrë se si e parashikon atë që do të ndodhë. O jo mënyrë se si ti e justifikon pasi ndodh. Pasi ndodh nuk ka nevojë për justifikimin tënd. Mbaj përgjegjësi për atë që ndodh. Ky është problemi i kryeministit tonë sot. Ndaj do të flas me këtë lloj gjuhe. Kam folur me këtë lloj gjuhe, sepse e njoh këtë lloj modeli. Dhe ky lloj modeli gjithmonë me fjalë gjithçka e vesh me mister. Si ka mundësi, sepse unë them një gjë tjetër, nuk ndodhi në Roll, po nuk ndodhi as në Durrës. Nuk ndodhi në Durrës. E kuptoni se çfarë po ndodh në Durrës? Ai flet me fjalë sepse në Durrës mirë që i ka dhënë portin. Po zotëria po shtrim portin pa fund. Pra janë gjëra që dhe në mungesë të transparencës. Këtu sepse opozita kërkon një kërkesë për të ngritur një komision hetimor, ai nuk e meriton. Opozita bën një propozim për ndryshim ligji, ai se meriton. Dhe pra, dhe ne themi fjalë dhe ushqen zëra për të thonë që kur të akuzoni qeverinë, të ketë një grup të tij për të akuzuar opozitën. Ai kuptoni që këtu në Shqipëri s'ka opozitë, sepse e ka vrarë zotëria. Pra, sepse nëpërmjet kartonave, nëpërmjet numrave, ai nuk pyet për opozitë. Për çfarë opozitë duhet flasim ne? Kur në moment të caktuar ai nëpërmjet forcës kartonit opozitës i mohon çdo të drejtë? Ky nuk pse s'e reagojnë shqiptarët për këtë punë? Pse s'e reagon shoqëria? Sepse ka një problem. Unë, kur ka ndodhur ajo Rollit, kam thonë, shqiptarë, reagoni, sepse nesër do ju trokas tek dera juaj. Edhe problemi i shoqërisë shqiptare është sepse kur troket tek dera ime, them, o bobo mbytë se më erdhi ujë. Por kur duhet të reagonin për të marrë masat për mos me pa të vërshim ujë, nuk reaguan. Kjo është një problem. Dhe klasa politike, apo pushteti, sepse unë Rama nuk e quaj Partia Socialiste. Jo. S'ka lidhje Rama me Partinë Socialiste. Rama sot pushtetin e ka kthyer në një pushtet personal të një grupi të caktuar njerëzish. E ka kthyer në sekt. Kanë gjetur disa bashkëpunëtor
dhe mbajnë pushtetin nëpërmjet forcat duke përdorur instrumentet e shtetit për të mbajtur pushtetin. Është shumë e thjeshtë, sepse nuk duhet të devijojmë nga objekti. Ndaj dhe u prodhua Zvërneci. Zvërneci është i inskenuar për të prodhuar një ngjarje. Unë vazhdoj të qëndroj këtij mendimi. Zvërneci është inskenuar për të prodhuar një ngjarje. Ja efekti protesta e rinisë shqiptare. Për të tërhequr vëmendjen për gjë të vërtetës, nga korrupsioni, nga krimet, nga mashtrimi, nga largimi i rinisë, nga balluku, nga akshi, sepse po t'i nisim, unë kam frikë se nuk del emision, pra duhet të 4 orë emision, vetëm të përmendim skandalet e qeverisë Rama dhe të përmendim deputetët e akuzuar për korrupsion. Kryetarët e bashkimit e akuzuar për korrupsion. Në lidhje me këtë që po ndodh dhe me atë që ndodhi në Zvërnec, cili ka qenë qëndrimi i opozitës? Opozita ka qenë e qartë. Opozita shqiptare, po, sepse shumë opinionist apo njerëz të rrjeteve sociale thonë ku është opozita. Në radhë parë unë këtu shprehem si Osman, si kryetari i Partisë Demokratike, por edhe si qytetari i Shqipërisë. Në mënyrë kategorike dënoj dhunën e ushtruar, pavarësisht sepse ato mund të kenë rënë viktimë të dy shoqëritë e sigurisë, jam i sigurt, dhunën e ushtruar, dënoj mungesën e transparencës, në mënyrë pra e ripërsërisë duhet të kërkohet si ndodhi dhe kush e urdhëroi dhe kush e lejoi rrethimin ku aty s'paska asnjë leje, sepse tash na del me fjalë që akoma jemi në studim të projektit. Dhe projekti s'ka kaluar fazat e miratimit. Pra është akoma në studim nga 5 studie më të mira të botës. Qartë. Po kush e lejoi? Pra, ne duhet sepse është shumë kollaj me fjalë se drejtojmë kishtin sot ke ideali. Ai e meriton të jetë aty brenda për mënyrën se si e trajtoi atë qytetar. Sepse ka cënuar çdo njeri të mundshme të një nënshtetasi. Ka pak rëndësi me fjalë pasaporta që i ka. Ajo është shqiptare ideal aty. Dhe ne këtu duhet kapemi. Ore kush e lejoi? Si u bë ky mur? Ky rrethim? Kush e ndërtoi? Kompania që ndërtoi? Kush e dha lejen? Dhe në mungesë të kësaj transparente, atëherë ne ku kapemi? Ne kapemi tek ai moment kur dy forcat e sigurisë e tërheqin zvarr. Një sjellje e pafalshme. Por kush e çoi në atë lloj sjellje? Pra kush ishte personat që e lejuan të ndodh kjo? Sepse ne kishim forcat e policisë aty. Po. Dhe po të shikosh me kujdes, si hyre ideali. Shikoni videot me kujdes. Pra gjithçka ty ka qenë inskenuar. Gjithçka ka qenë inskenuar për të ndodhur ai lloj incidenti. E ritheksoj edhe një herë. Në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastishme. Ka qenë inskenuar për të ndodhur këto ngjarje. Por unë jam i bindur me fjalë që ai tentoi të zhvendosë vëmendjen, por kjo ngjarje, pra ky lloj reagimi i shoqërisë shqiptare do t'i jap për hir të vërtetës aty çfarë meriton, largimin me dhe pa hir nga pushteti. Dhe ai investim, ato para do të vinë në Shqipëri, por duke patur një transparencë të hapur dhe gjithkujt i takon e drejta të marrë atë që i takon. Kundrejt çmimit të tregut, jo çmimit që vendos Rama. Sepse unë them edhe gjë tjetër, rikthehem po Durrës, sepse unë Durrës jam qytetari i Durrësit. Ai projekti i famshëm i Titit me banorët që kapat në qafë, i thirr në Këshill Bashkiak, i ushtron presion kryeministri, dhe pastaj kur e shikon vendosmërinë e banorëve, kur e shikon krimin që u bën banorëve, tërhiqet, por në realitet ai projekt do zbatohet dhe këtu. Pse? Sepse ky është mësuar. Ky e ka model pushteti këtë lloj gjëje. Pra, ky është rritur ose si them aty, i duket se kur statura e tij arritet duke ushtruar dhunë. Dhe ky e ka model inskenimi e këtyre ngjarjeve apo prodhimin e këtyre ngjarjeve artificiale për të tërhequr vëmendjen nga ato çfarë po ndodhin në realitet. Kjo është e vërteta. Qartë. Dhe po. Zoti Stafa, për ta mbyllur, ndërkaq, pas Zvërnecit, cilat janë garancitë reale që do të kenë qytetarët se nesër nuk do të përballen sërish me të njëjtin gjë që ka ndodhur në Zvërnec, apo edhe në Rjoll, apo edhe të tjera që mund ndodhen? Zvërneci është një piknisje, apo u përdor si një shkëndi për të reaguar shqiptarët.
Unë uroj mi fjalë që shqiptarët për hir të vërtetës të mësohen të reagojnë për çdo lloj zvërneci. Zvërneci u prodhua një ngjarje për të tërhequr vëmendjen. Është një kurth. Dhe unë përsëri e ritheksoj se nuk e përfundova mendimin se kush është qendrimi i opozitës. Opozita mbështet në mënyrë të hapur çdo investim të huaj dhe të brendshëm. Por opozita kërkon transparencë. Edhe respektimin e ligjit. Këtu ka mungesë transparente dhe mungesë të respektimit të ligjit. Ky është problemi i reagimit të qytetarëve dhe i opozitës. Dhe ky është qëndrimi im si Osman, si qytetar dhe si kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit. Dhe ky është edhe qëndrimi zyrtar i Partisë Demokratike. Transparencë, zbatim ligji. Ky është ajo çfarë, por reagimi, pse ne e mbështesim reagimin e qytetarëve? E mbështesim reagimin e qytetarëve sepse Rama pa një reagim të fuqishëm nuk frenohet. Dhe Rama, nëse do dalë me sukses ky investim, do dalë si ai flamurtari i famshëm. Ai patë se çfarë bëri me aeroportin e Vlorës. Por ai kupton me fjalë që ky çdo gjë do me fut në konflikt për të tërhequr vëmendjen. Nuk jeton dot jashtë konfliktit ai person. Jashtë përdorimit, jashtë skenareve, jashtë dhunës. Sepse është rritur, është i ushqyer, ai e ka bërë psikologji të pushtetit të tij. Dhe kjo është e frikshme për hir të vërtetës. Ndaj unë themi fjalë që transparenca, sepse nëse do të kishte ndodhur në Vlorë, do të ishte bërë një diskutim publik i këtij investimi. Dhe banorët aty, edhe toka që është publike, çdo qytetar dhe çdo shqiptar, duke parë një investim të tillë, çfarë resurse do t'i sillte shoqërisë shqiptare në investim të tillë, jo për sot, por për nesër. Sepse ka diçka. Unë nuk besoj me fjalë që kushdo me qenë ato kompanitë. Rëndësi ka që të kenë paratë e pastra. Ato nuk do vinë në Vlorë të marrin tokën, ta ngarkojnë me thas dhe ta largojnë nga Shqipëria. Ajo është investim që do i ngjetë shqiptarëve qytetit të Vlorës. Nëse do të kishte pa do transparent, çdo qytetar i Vlorës do të ishte dakord. Do ishin dakord që edhe toka publike të vijë në dispozicion me €1 apo dhuratë, sepse ky i bën fakte të kryera, pasi i bën fakte të kryera. A ju kujtohet kur ajo ngjarje e famshme e Kuksit? Me traun e Kuksit. Po. Në mënyrë tinzare vrapoj për të prodhuar incidente. Pra ky e ka skenar. Pastaj mos harrojmë diçka. Në përgjithësi pushtetet që vijnë nga produkti jo i votës së lirë, detyrimisht do të prodhojnë skenar të tilla sepse janë pengje të atyre që i kanë sjellë në pushtet. Kur pushteti dhe krimi ndajnë krevatin, normalisht do ndajnë dhe pushtetin. Por normalisht pushteti vjen në funksion të krimit. Ky është problemi i shoqërisë shqiptare, sepse kjo klasë politike, pra që sot Rama ka në ekipin e tij, është pjesë ose më shumë është e kapur nga krimi. Dhe ne jemi detyruar